Përshëndetje në episodin e 4 të CRT Secrets, ku në këtë video do ju shpjegoj se si funksionon Turtlesupi dhe modeli 1 i cili kryhet nga një candle specifik i cili preket nga Turtlesupi dhe më pas kemi modelin ton të entrit ku në shumicën e rasteve ju mund të bëheni konfuz për arsyen sepse mendoni që entri ju ka ikur, sepse targetoni ose markoni zonën e gabuar të order blockut, ose në pjesën tjetër arrini të kapni stop loss sepse tregtoni në FVG-n e parë, mbasi është krijuar market structure shifti duke mos bërë dallimin dhe duke mos vënë re qartësinë e Turtlesupit i cili krijohet bashkë me modeli 1. Atëherë në këtë box që kemi krijuar kemi bërë pjesën e trendit, ku ju tashmë e dini si trendi funksionon dhe gjithmonë krijimi i CRT-s ndodh për shkak të një key levels-i i cili e kemi gjendur në higher time frame, kryesisht mbi time frame-et e një orarshit. Nëse jeni advanced, ju keni fuqinë të tregtoni çdo lloj time frame-i dhe çdo lloj candle-si të mundshëm në bazë të orarit dhe në bazë të konfirmimeve që shikoni në chart. Por për të arritur të bërë këtë gjë, normalisht duhet të jeni pak më advanced se pjesa normale e traderëve të rinj, të cilët bazohen në shumë faktorë për të arritur të kryejnë entry. Atëherë, pra, pika e probabilitetit që të ndodhi CRT-ja është key levels-i. Okej? Dhe Turtlesupin gjithmonë e gjejmë në higher highs-in e parafundit ose në lower lows-in e parafundit në varësi të trendit. Ku ky higher highs i parafundit ku shërben ose kryhet pjesa e Turtlesupit, që në këtë rast nuk është asgjë përveç një fake breakout për të likuiduar të gjithë retail traders në këtë pikë. Dhe për të dhënë konfirmimin, sikur tashmë nuk kemi respektimin e këtij key levels-it dhe të gjithë marrin pozicione për tregtuar për buy përsëri, ku më tregtoj në FVG, order block, support, rezistencë apo çfarëdo që të jetë. Edhe më pas likuidohen nga të dyja krah. Likuidohen edhe në rastin e sell-it, likuidohen edhe në rastin e buy. Pjesa kur ky higher highs i parafundit, që në këtë rast pa ndodhur pjesa e ndodhisë duke krijuar pikën e re, në këtë rast pjesa ku ky highers thyet nga një candle specifik dhe pjesa e Turtlesupit bie në pjesën e trupit të candlesit i cili ka bërë sweepin, okay? Edhe më pas më njëherë tregu i kthehet me volum më të lartë të candlesit i cili ka bërë sweepin, atëherë bodi i candlesit markohet si zonë modelit 1, ku është modeli një ndër modelet e mia të preferuara dhe ndodh shumë më shpesh se modelet e tjera. Dhe në rastin e ekzekutimit të këtij modeli 1, stop loss-i jonë është gjithmonë në pjesën e Turtlesupit, pra entry jonë në order block, modeli 1, dhe stop loss-i jonë në Turtlesup. Dhe normalisht targeti i radhës në drawn liquidity ose deri në CRT low. Për t'ia bërë më thjesht, shikojmë në chart, në Euro USD, në time frame-in e një orarshit, arsyeja që tregu ka kthyer ka qenë key levels në 4 orarsh, pika më e lartë, dhe të gjithë tregtarët të cilët kanë tregtuar poshtë order blockut, e cila gjendet poshtë zonës FVG-s ku kemi key levelsin ton të saktë, sepse shumica e traderëve në pjesën e CRT-s arrin të likuidohen ose thjesht nuk arrin të markojnë saktë pjesën e key levels. Dhe arsyeja që pse nuk arrin të kryejnë saktë identifikimin e key levels dhe arrin në stop loss është shumë e qartë sepse ju thjesht nuk keni parë dhe të keni përdorur logjikën në higher time frame, duke ditur se cila prej këtyre zonave ose cila prej këtyre key levels do respektohet.
Dhe pjesa që vazhdoni, pjesa më e madhe e cila vazhdon dhe gabojnë akoma dhe më shumë është sepse çdo level të mundshëm ata përpiqen që të markojnë si son që të ndodhi CRT-ja dhe janë të padurueshëm ku shpeshherë tregtojnë midis cancel të parë dhe cancel të dytë, ose shpeshherë tregtojnë ke cancel i dytë dhe nuk presin për hapjen e cancel të tretë. Arsyeja ku është diferenca midis këtyre dy modeleve që unë thash, tregtimit, ju mund të tregtoni çdo lloj cancel, por gjithmonë nëse nuk keni konfirmimin e dur, atëherë nuk duhet të tregtoni. Dhe unë po ju tregoj thjesht një model, pra modelin e parë, që të dini se cila prej nëse keni arritur të markoni key levels nga gabim, të jeni të qartë që mos të gaboni në entrin tuaj. Pra, key levels kishin pjesën e FVG-s në 4 ashtu. Mbasi të shikoni video, mund ta shikoni në chart ekzekutimin e këtij entri të kësaj analize, ku të gjithë retail traders atë këtë pikë janë likuiduar. Dhe kjo është pjesa ku tregu fillon dhe luan me emocionet e tuaja, sepse pika e parë e takimit në këtë pikë dhe reagim i direkt i sellit me wick ju bën që të mendoni si ky entry ju iku, duke ju bërë emocional këtë pjesë, duke ju bërë që të kaloni në overtrade dhe mbas çdo stop lossit të mundshëm që kapni, ju do vazhdoni të tregtoni për gjatë gjithë pikës të parë, ku pika e parë është thjesht candlesi i akumulimit, ku më patjetër ne duhet të presim që të kryhet manipulimi në këtë rast. Edhe pas kemi cancelin e distributorit. Dhe në cancelin e akumulimit gjithmonë tregu luan me emocionet tuaja. Edhe shpeshherë dalin fjalët që sapo më kapi stop lossin e iku take profit, ose thjesht nuk e kisha parë mirë, jo po më kapi stop lossin spreadi, jo po etj me radhë. Higher highs-i i parafundit i cili është në këtë pikë, ku gjithashtu kemi edhe pjesën e turtle soup-it. Turtle soup-i zakonisht ndahet në dy lloj modelesh. Turtle soup i cili bën sweepin e tij në bodin e candlesit, ku probabiliteti i tij është shumë i lartë dhe më i saktë, pra mund të ketë 0 pips down në entrin tuaj, dhe sweepi i cili kryhet ke wicku i candlesit i cili i bën sweep, ku këtu dhe ose nuk kemi qartë, thjesht nuk është probabiliteti aq i madh sa do ishte nëse turtle soup-i do krijohej në body. Gjithsesi, në të dyja modelet ju thjesht që duhet të prisni, të shikoni reagimin dhe më e rëndësishme të jeni të logjikshëm në analizën tuaj. Pra ideja është që mos të jeni robota që thjesht të dini që po krijua njëra prej këtyre zonave unë do futem direkt, por të përdorni logjikën që pse tregu e krijoi këtë, çfarë kishte në këtë zonë që tregu e kriju me wick, pastaj po fillon përsëri të bëj zonë konsolidimi në këtë key levels dhe në këtë turtle soup. Okej? Dhe siç po thoja, candlesi specifik i cili bëhet sweep nga një candles i cili thyn higher highs-in e parafundit, ku në këtë rast reagimi ka qenë arsyeja e key levelsit, fundi i bodit të candlesit specifik, në këtë rast është ky, quhet modeli 1, ose ndryshe modeli i entrit me order block, ku entri juaj do ishte fix në pjesën e order blockut, dhe theksoj nëse do ishte advance mund të kishte arritur të kapni edhe në pikën këtu lart, edhe në mes, ose për fillestarët është okay, thjesht pika e parë. Stop loss-i jonë në turtle soup dhe targeti deri në CRT low ose deri në pjesën e drawn liquidity, ku që nga pika e nisjes deri në këtë pikë kemi arritur deri në 50% që në range-it. Okej, 50% take profiti jonë është shkapur në këtë rast, stop loss-i jonë çohet automatikisht në entrin ton, pra kemi marrë
gjysmën e profiteve në këtë rast, kemi edhe stop lossin e entry për të patur zero risk në këtë trade. Dhe faktoret e radhës, nëse ne do e dim nëse tregu do vijojë ende sell apo jo, apo nëse tregu do vazhdoj të na kthehet në stop loss dhe të vazhdoj përsëri uptrendin, këto janë terma të cilët duhet të masterizoni pjesën e CRT-s për të dalluar konfirmimet dhe range zonat të cilat krijohen përgjatë trendit, përgjatë pikës A deri në pikën B. Por, ajo që duhet t'i shpjegoja sot ishte thjesht pjesa e modelit 1. Gjithmonë është një candle specifik i cili bën sweepin, pick breakoutin, në këtë rast manipulimi candles i dytë, të rrotsupi i cili është në atë candles dhe fundi i bodit të tij ose fillimi i bodit të tij nëse jemi në krahun e kundërt të trendit, shërben gjithmonë si modeli 1. Dhe modeli 1 e keni shpesh në analizat tuaja ditore nëse jeni day trading apo scalper trading ose swing trading, ku normalisht unë ju kam rekomanduar gjithmonë dhe vazhdoj t'ju them që mënyra më e mirë për të qenë profitable duke patur sa më pak kohë të zgjatura në chart apo sa më pak emocione apo sa më pak lodhje para chartit është gjithmonë të bëheni swing trade, të analizoni tregun nga time frame-i minimalisht 4 orësh deri në monthly. Ky është modeli i parë i të rrotupit edhe një ndër modelet e mia të preferuara. Është gjithmonë i njëjti model, gjithmonë ndodh në të njëjtën kohë dhe gjithmonë ka të njëjtin setup. Dhe nëse do arrini të masterizoni këtë lloj modeli, jam shumë i bindur që mbas pak kohësh do vini dhe do falenderoni për këtë lloj model entry. Është i vetmi model i cili është shumë i qartë dhe do arrini që të krijoni konfidencë me marketin dhe të dini lëvizjen dhe të kuptoni në pjesën e eksperiencës tuaj të cilën do e kaloni para chartit, duke ditur çdo reagim të tregut pse po vijon në këtë aspekt. Prandaj, nëse nuk mbani mend ende ose kishit diçka që nuk e keni kuptuar në këtë video, shikojeni prap, me laps edhe me letër dhe mbani shënime. Shihemi në videon e ardhshme këtu në YouTube.